Në emisionin tonë në ritmi I ditës gjithmonë pjesën e dytë të emisionit ju akushtojmë të ftuarve tanë ku gjithmonë trajtojmë tema dhe musafir të ndryshëm nga gjitha fushat. Kësaj radhe kemi të bëjmë me organizatën humanitare Kalliri I Mirësisë se cilët janë aktivitetet, projektet gjatë stinës së dimit, por edhe gjatë vitit dhe gjatë vitit të ardhshëm. Tek sot me mua në studio kemi kryetarin e organizatës humanitare Kalliri I Mirësisë, zotrin Nexhat Lika. Mirë se erdhët I nderuar në emisionin në ritmi I ditës. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesë. Mund të na thuani se cilët janë aktivitetet kryesore të organizatës humanitare Kalliri I Mirësisë që ka zhvilluar gjatë këtij viti? Organizata humanitare Kalliri I Mirësisë organizon projektet të saj dhe të gjatë të vitit. Ne I ndajmë në grupe dhe të projektet e rregullat të cilat I realizojmë, janë dhe të projekti I Ramazanit, kur bëjmë shpërndarjen e pakove ushqimore, veshëmbajtje për fëmijët jetim, dhe aktivitetet tjera do të iftare të ndryshme. Pastaj pas këtij projekti kemi projektin e rregullt, gjithashtu projektin e kurbanit, ku bëjmë therrjen e kurbanëve dhe shpërndarjen e mishit të kurbanit. Si projekti rregullt do të kemi bursat për nxënës dhe student, ku bëjmë shpërndarjen e bursave për nxënës dhe student, njëkohësisht edhe një program edukativ që realizojmë për to. Pastaj projekti rregullt kemi shkollën verore, të cilin e realizojmë me fëmijët jetim në vende të ndryshme, si këtu në vendin tonë, po edhe jashtë vendit. Pastaj projekti rregullt kemi çantat shkollore për nxënës të shkollave fillore, bëjmë shpërndarjen e çantave me pajisje shkollore nëpër shkollat fillore nëpër të gjithë territorin e Shkupit dhe rrethinës. Pastaj kemi projektin e dimrit, të cilin dhe qemi në prag të realizimit të tij, ku bëjmë shpërndarjen e drunjve për ngrohje dhe pakove ushqimore. Dhe do të thotë si projekte të rregullta, realizojmë edhe projektin do të thotë e çantave shkollore përmendëm po. Kështu me radhë, janë këto projekte të rregullta, por për skaj këtyre projekteve realizojmë edhe projekte tjera në sfera të ndryshme, përveç këtyre humanitare në projekte zhvillimore e kështu me radhë. Sa është e vështirë të realizoni gjitha këto projektet? E dim që çdo vit duhet shtatori vjen dhe duhet ju ndihmohet fëmijëve që kanë nevojë me çanta, por edhe dimrit, siç e cekët edhe ju projektin në shpërndarjen e drunjave. E vështirë do të thotë është, nëse nisim nga aspekti I sigurimit të mjeteve, do të thotë për realizimin e projekteve të tilla, por ne me donatorët apo ato mbështetësit të cilët I kemi, do të thotë kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe kështu që I realizojmë këto projekte, duke u nisur nga përkrahja e tyre, por njëkohësisht edhe përkrahja vendore, domethënë që vjen nga donatorët apo mbështetës nga vendi. Çdo herë këto projekte do të thotë I realizojmë varësisht nga nevojat të cilat shfaqen në shoqërinë tonë dhe projekti ky si është tash do të thotë në prag të fillimit të realizimit të tij projekti I dimrit, ku për çdo vit e realizojmë, është një nga projektet më voluminoze, do të thotë ku bëjmë shpërndarjen e drunjve për ngrohje për familjet në nevojë, pastaj bëjmë shpërndarjen e pakove ushqimore gjithashtu për këto familje. Këtë vit do të thotë kemi edhe shpërndarjen e 100 veshëmbathjeve për fëmijë jetim, do të thotë në kuadër të këtij projekti. Gjithashtu këtë vit do të bëjmë do të thotë edhe shpërndarjen e batanijeve për këto familje të cilët do të marrin edhe drunj për ngrohje edhe pakë ushqimore. Pakë ushqimore. Në cilat komuna ose zona veproni më së shumti dhe ku keni identifikuar nevoja më të mëdha që ka nevojë familjar? Ne kryesisht jemi të përshënduar këtu në Shkup dhe rrethin, por gjatë realizimit të projekteve më voluminoze do të thotë jemi prezente edhe në Maqedoninë Lindore, pastaj në Prilep dhe rrethin, në komunën e Dollnenit, gjithashtu edhe në Kërçov, në të shumtën e rasteve kemi bashkëpunëtor edhe në Titov, ku bëjmë shpërndarjen e pakove ushqimore dhe mishit të kurbanit. Do të thotë në të shumtën e rasteve dhe mund të themi se edhe në pjesë të tjera të Maqedonisë, po këtu në Shkup dhe komunat përreth Shkupit zakonisht fillojmë
nga këtu dhe pastaj do të dalim edhe jashtë qytetit edhe aty ku kemi mundësi dhe hapësirë do të i realizojmë projektet tona. Pikërisht. Si i përzgjidhni familjet ose persona që përfitojnë nga ndihmat tuaja? Shqipe, këtu në organizatën tonë kemi sektorin për jetim edhe sektorin për raste sociale, të cilët bëjnë regjistrimin e këtyre familjeve, qofshin ato familje me fëmijë pa prindër apo raste sociale dhe në basta dokumentacioni që kërkohet, do të për fëmijët jetim kërkohet dokumentacioni veçantë, se cilat kriteri duhet i plotësojnë ato, do të thotë një nga kriteri mos të kenë do të thotë prindin. Pastaj do të thotë edhe dokumentacioni tjetër, kurse te rastet sociale gjithashtu kërkohet identifikimi i personave, fillimisht regjistrohen, kërkohet dokumentacioni adekuat për fëmijët të cilët nuk kanë letër njoftimi, kështu certifikatat të lindjes, pasi që regjistrohen fillimisht në organizatën tonë, pastaj do thotë ajo verifikohet në vend ngjarje, ekipet tona dalin në vendin e ngjarjes, në teren, do thotë edhe i verifikojnë ato që kanë sjellë dokumentacionin se është gjendja e tyre pa ajo që kanë prezantuar aty në organizatën tonë dhe pastaj do të thotë veç futen në regjistrin apo të themi në databazën tonë dhe nga gjithë ato projekte të cilët i përmendum do të thotë ato janë përfituesit e parë dhe pastaj do të thotë vazhdojmë edhe me përfitues tjerë varësisht nga nevoja që shfaqet. Të themi sa nevojtar apo sa familje keni të regjistruar në organizatën humanitare ku ju e udhëheqni? Ne do të thotë aty kemi të regjistruar dikun të 600 familje me fëmijë jetim dhe çdo herë fokusi i organizatës sonë ka qenë domthonë ky fëmijët pa prindër apo jetimët, por për asnjë çast mos janë shkaluar edhe familjet si raste sociale edhe ato që kanë nevojë për ndihmë. Pastaj domthonë kemi të regjistruar edhe familje si raste sociale, domthonë aty janë dikun të 800 familje të cilët janë të regjistruara, por ky numër nuk është ky i rregullt ky numër, sepse ndryshon nga momenti në moment, do të thotë kemi kërkesat të reja, do të thotë të cilat i regjistrojmë në mënyrën ashtu siç e cekam më herët, por kemi edhe raste kur dikush veç kërkon që edhe mos të jetë në regjistrin e organizatës tonë, shkaku se i ka ndryshuar edhe gjendja, ju ka përmirësuar gjendja dhe kërkon që falenderohet me një formë që ka qenë pjesë e organizatës tonë, ka përfituar nga organizata jonë, por njëkohësisht edhe kërkon që më tepër ose dikush nga familja u ka punësuar ose ju ka përmirësuar gjendjen përgjithësi kështu, por këto edhe pse janë rastet më të rralla, më të shpesht janë këto tjera, do thotë të cilat kërkojnë të regjistrohen edhe të përfitojnë nga organizata jonë, dhe megjithatë ekzistojnë edhe të tilla. Sidoqë që duhet të përshëndeten këto raste të tilla të cilat më duan të fshihen nga lista dhe ju falenderojmë për ndihmën që ju a keni dhënë dhe janë bërë të zotit të vetvetes. Ndoshta janë rritur fëmijët dhe tani më punojnë. Po, kjo është edhe intencija e organizatës sonë. Çdo herë nuk mundohemi që shumicën e familjeve me një farforme të investojmë. Do thotë edhe kemi realizuar edhe projekte të kësaj natyre, unë i ceka në ato të rregulltat, shpesh herë kemi pas do thonë realizimin e projekteve në rrobaqepsi, sidomos me nënat e fëmijëve jetim. Kemi organizuar kurse të ndryshme, do thotë edhe në fund të kurseve të cilat janë realizuar, kemi bërë shpërndarjen e makinave për rrobaqepje, po. Pastaj kemi bërë shpërndarjen edhe të veturave për taksi, do të thotë për ato të cilët punojnë në këtë veprimtari, por nuk kanë vetura të veta, edhe kemi pas në shpërndarjen edhe këtyre veturave, domethënë që me një farformë ato të fillojnë të pavarësohen. Gjithashtu në kuadër të kësaj domethënë kemi bërë shpërndarjen edhe lopëve për qumsh, domethënë për fshatra. Këtë kjo me qëllim që ato familje me një farforme të krijojnë të ardhura të veta, do të thotë edhe mos kenë nevojë për organizatën apo mos jenë si përfitues të rregullt, por në një farforme të ndërcohen. Në kuadër të këtij projekti do të tash
me komunën e Araçinës që kishim bëm shpërndarjen e 20 love në Araçinë dhe rrethin në përgjithësi në komunën e Araçinës. Unë nuk i ceka në fillim këto projektet të cilat i kemi me... Të që kanë projekte madhështore, mund të themi i lirshëm, sadopak për t'ju dalë, jo sadopak, po kjo është shumë një ndihmë e madhe. Në komunën e Araçinës tash jemi në fazën e tretë realizimit të projektet që filluan para 3 viteve, qasje integruar dhe zhvillimit të qëndrueshëm për komunën e Araçinës, do të ishte shpërndarja e 3 kamionëve për ndërmarrjen komunale në Araçinë, pastaj një ekskavator gjithashtu për këtë ndërmarrje. Me një farë u kompletua ndërmarrja me këto pajisje, pastaj bëm edhe intervenimin në rrjetin e ujësjellësit në komunën e Araçinës, një pjesë të rrjetit të ujësjellësit, me ormatas të ri, me infrastrukturë të re të ujësjellësit, me gjitha pajisjet e nevojshme. Pastaj tash kemi në fund edhe renovimin e shtëpisë së shëndetit në Araçinë, që ka filluar punimet, edhe shpresojmë që brenda muajit dhjetor ajo të inaugurohet, do të fillojmë punë, aty kemi edhe renovimin, por njëkohësisht edhe përgatitjen e saj me pajisje bazike, elementare të nevojshme për realizimin e kësaj veprimtarie. Në kuadër të këtyre projekteve 3 vjeçare edhe kemi filluar edhe projektin me komunën e Likovës, vetëm atje fazën e parë bëm shpërndarjen e 560 kontenjerëve për mbeturina, të cilët do të shpërndaren në gjithë territorin e komunës së Likovës. Tani do thotë në këtë muaj do të bëjmë shpërndarjen edhe një kamioni për grumbullimin e mbeturinave, edhe faza e tretë e këtij projekti është edhe një ekskavator gjithashtu për nevojat e ndërmarrjes komunale të kësaj. Komunale, do të thotë që është dhuruar komunës. Po komunës, po. A bashkëpunoni me institucionet shtetërore, por edhe me këto komunale, sa po ju i cekët që keni bërë shpërndarjen e ndihmave edhe në dobi të komunës? Po, çdo herë kur kemi projekte të kësaj natyre, do të thotë që kanë të bëjnë me arsim apo me shëndetësi, projektet e këtilla i realizojmë përmes institucioneve adekuate, do thotë apo institucioneve përgjegjëse sa i përket kësaj. Ne kemi pas projekte të realizuara në arsim, do thotë renovimin e shkollës që kishim para disa viteve në fshatin e Gishtan, pastaj ndërtimin e 2 klaseve të shkollës në fshatin Studeniçan. Këto i kemi bërë, do thotë, varësisht nga kompetencat të cilat kanë shkollat fillore janë në kompetencë të komunave, dhe këto projekte i kemi realizuar përmes komunave, kurse projektet në shëndetësi, që kemi pasur disa projekte të realizuara në shëndetësi, do të kemi bërë me Ministrinë e Shëndetësisë apo me Shtëpinë e Shëndetit. Do thotë në para disa viteve kishim do të thotë pajisjen e shtëpisë së shëndetit në komunën e Likovës me pajisjet e nevojshme dhe një autoambulancë me të gjitha pajisjet e nevojshme për të. Dhe atë do të bëm me Shtëpinë e Shëndetit, kurse projektet të cilat i kemi realizuar në shëndetësi, disa nga ato të cilat janë nën kompetencë të ministrisë, i kemi realizuar përmes ministrisë, pajisjen e disa spitaleve këtu në qendrën klinike këtu në Shkup me pajisje edhe me autoambulancë gjatë periudhës pandemisë, kur ishte bëm shpërndarje edhe disa 150 koncentratorëve për oksigjen, do të thotë që ishte atëherë mërësia nevojshme, spitalin e Kumanovës, në spitalin e Kërçovës, kështu gjitha këto projekte të cilat i kemi realizuar, kemi bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Edhe kështu vazhdojmë, të gjitha projektet të cilat i realizojmë, të cilat janë në kompetencë të ministrive apo komunave, çdo herë i realizojmë përmes tyre, duke nisur nga ajo se ato kanë informacione më të sakta se ku duhet të intervenohet në atë komunë në shëndetësi apo ku duhet të intervenohet në atë komunë në sferën e arsimit. Edhe mund nga kjo nisemi se ne ato informata nuk i kemi dhe kërkojmë nga ato që të na japin informacionet fillestare dhe pastaj na të fillojmë punën, dhe kështu duke nisur nga fakti se ne si organizatë çdo herë mundohemi që këto donacione do të thotë të cilat i sigurojnë të gjejnë vendin e duhur dhe në të vërtetë të jenë fritvënëse në pastaj benefitet të shfrytëzojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Edhe në këtë formë vazhdojmë të punojmë
çdo herë do të duke nisur nga jo, sepse ato donacionet e cilat jep dikush neve ne ka lënë si amanet, puna jone është këtë amanet të çojmë në vendin e duhur. E duhur. Mund të na thoni ju e cekët pak më herët disa projekte, si ajo e rroba qepësisë, sa është interesimi të themi i febrave, por sa është edhe interesimi i personave të cilët duan të miren, si që cekët keni bërë edhe shpërndarjen e lopëve, si dhe shpërndarjen e disa veturave për të punuar taksi. Mund të na thoni se sa kanë qenë ato të gatshëm personat në fjalë për të bashkëpunuar dhe a kanë pranuar të themi me njëherë për të bërë një punë të tillë? Shife, ne kur kemi bërë ne shpërndarjen e ato që cekët më lart, do thotë ne jemi veç paraprakisht jemi interesuar, ato që mirën spaku apo kanë dëshirë të mirën me ato veprimtari. Me një profesion të ngjashëm. Po ngjashëm, ne te ato i kemi ofruar ato që e përmendët. Do thotë edhe pastaj jemi munduar që të përcjellim dhe punën e tyre pasi që kemi shpërndar. Edhe shumica prej tyre do të kanë vazhduar, do të thotë me atë punë, qofshin ato në blegtori apo qofshin ato që bën shpërndarjen e taksive apo makinave bujqësore kështu në radhë, do të thotë kanë vazhduar me atë profesion, do të thotë edhe kanë qenë të kënaqur nga ajo që kanë përfituar. Dhe mendojmë që kjo është më e mira, do të thotë për ato të cilët kanë nevojë t'ju ofrohet. Ne për momentin kemi në realizim si përresht edhe projekti i IT-s, ku po bëjmë realizimin e një projekti me një grup të nxënësve dhe studentëve, do thotë prej 30 siç, do thotë janë 15 nxënës në full stack dhe 15 të tjerë në CCNA dhe CCNP, do një rrjetet kompjuterike. Është projekt i cili realizohet nga organizata jonë brenda 18 muajsh është i gjithë projekti, do të janë fazat e këtij projekti të cilat realizohen, po me këto nxënës dhe studentë, dhe pas mbarimit të këtij projekti ato nxënës dhe studentë do të jenë të aftë, do thotë për tregun e punës, një veprimtari e cila për momentin apo kuadër e cila për momentin më së tepër më po kërkohet. Duke u nisur nga jo ne edhe realizojmë këtë projekt me një formë që t'i ofrojmë aty një qasje më të mirë, do thotë edhe të shumë shpejt të vinë në tregun e punës edhe të fillojnë me punë pa pasur nevojë, do thotë intervenime të ndryshme, duke nisë nga fakti se këto kuadra do për momentin po kërkohen. Edhe mendojmë që të vazhdojmë me këto projekte të kësaj natyre, me projekte aftësuese ne i quajmë, dhe sepse këto janë ato të cilët me një farforme i mbetëson ato të cilët kanë nevojë për ndihmë, por me një farforme t'i ofrojmë ata çka po ka dhe të tillë, do thotë që me të vërtet janë lidhur për organizatën tonë, do thotë me një farforme edhe mundësitë si kanë për punë, do thotë edhe në ato i kemi në listën tonë të përhershme me një farforme, janë ose me invaliditete të ndryshme kështu edhe me kështu me radhë. Mund të na thoni se sa familje parashikoni ti ndihmoni këtë dimër dhe cilët janë ato më prioritare? Këtë dimër do të bëjmë shpërndarjen për 150 familje, do të thonë përgjithësi me drujmë për ngrohje, do të shpërndahen nga 3 metër kub drujmë për ngrohje, edhe ato që përmendëm pak ushqimore, batanie kështu me radhë, do thotë do të shpërndahen fillimisht ne thashë edhe në fillim se fillojmë nga grupi i familjeve me fëmijë pa prindër, do të apo me jetim. Ato janë me prioritet, edhe pastaj vazhdojmë me grupin tjetër, të cilët i kemi të regjistruar në kuadër të organizatës tonë me rastet sociale, ato të cilët ne kemi shpërndarë dhe viteve të kaluara, do thotë edhe çdo herë mundohemi që nëse dikush ka përfituar vitin e kaluar, tani do thotë nëse s'ka mundësi të mund të ndihmohet të gjithëve, atëherë bëjnë selektimin në këtë formë, ato që kanë përfituar nga viti i kaluar, këtë vit nuk përfitojnë dhe ato të tjerë, në këtë formë do thonë edhe këtë vit rendi, po në atë formë mundohemi që të mbajmë një rend, mos ketë përkënaqësi edhe të ato të përfituesit. Mund të na thoni se cilët janë sfidat më të mëdha të cilat përballeni, mund të themi gjatë shpërndarjes së ndihmave pikërisht tani në motë të ftohtë? Sfidat janë nga natyrë të ndryshme, do të thotë duke u nisur nga vetë përfituesit edhe pastaj gjithë të tjerat, çdo herë tek ata ka partnerësi të asaj natyre, për shembull pse
unë nuk qenë këmë këtë listë, dikush tjetër qenë këtë në atë formë, por ne mundohemi të argumentojmë ato arsye sepse qëllon ashtu. Pastaj, shpërndarje e drunjve zakonisht ne veç kemi marrë një rend të kësaj pune, do të edhe bëjmë në një lokacion, apo aty ku bën shitje e drunjve, edhe të gjithë përfituesit i ftojmë që të vinë në atë pikë dhe nga aty të bëhet shpërndarje. Në këtë formë edhe përfituesit do të thotë ato të cilët kanë përfituar edhe viteve kaluara do të thotë e dinë rendin se si është, do të thonë nuk kemi ndonjë problem të kësaj natyre, por këtë vit kishim edhe probleme të asaj, do të thonë se ishte edhe mungesa e drunjve në treg, dhe edhe çmimi ishte paksa më i lartë nga viti i kaluar, kështu me radhë janë këto sfidat të cilat veç që kemi parasysh nga vitet e kaluara dhe paraprakisht do të thotë mundohemi që disa punë të rregullojmë me kohë, para përgatitjet për realizimin e këtyre projekteve fillojnë shumë më herët, kontaktet me furnitorët e kështu me radhë, që mos kemi probleme pastaj gjatë shpërndarjes. Zotri Lika, mund të na thoni se si siguron mjetet financiare apo donacionet për aksione të tilla? Organizata jonë do të ka bashkëpunim me organizata ndërkombëtare, po njëkohësisht edhe me donatorë vendor. Do të thonë edhe zakonisht donacionet vijnë nga këto. Shumica prej tyre vijnë nga bashkëpunëtorët nga jashtë, të cilët kemi një bashkëpunim kohë të gjatë, sidomos në këtë rast dua të përmend organizatën ndërkombëtare Islamic Relief, e cila është me zeli në Angli, por ka degët e saj edhe në për të gjithë Evropën, ku bën grumbullimin e donacioneve, pastaj ato donacione i shpërndahen do të thotë në pjesët ku ka nevojë. Me to kemi një bashkëpunim të kakmotshëm dhe një numër të madh të projekteve, domthonë ato i përkrahin, por asnjëherë nuk duhet i anashkalojmë edhe organizata të tjera, domthonë ndërkombëtare siç janë nga Republika e Turqisë, me të cilët kemi një bashkëpunim të ngushtë, por asnjëherë duke mos i anashkaluar edhe donatorët vendor, nga të cilët më së tepër mi presim edhe çdo herë na kanë dalë në mbështetje të projekteve tona, gjatë realizimit të projekteve tona, dhe donatorët vendor janë ato të cilët ajo forca shtytëse do të thotë e organizatave, dhe në to ne çdo herë kemi mbështetjen në realizimin e projekteve tona, duke çdo herë duke u nisur nga ajo se mundohemi të jemi sa më transparent në realizimin e projekteve, dhe për çdo projekt të bëjmë raportimin te donatorët të cilët i kanë përkrahur ato projekte. Të pyesa, keni transparencë, domethënë lidhur që ju mundoson edhe qytetarëve për të parë nga afër, por edhe donatorëve se kush bëhet shpërndarja e ndihmave, si bëhet? Një nga politikat tona është edhe kjo, do të thotë transparenca, dhe çdo herë pas përfundimit të çdo projekti, do të thotë ne bëjmë raportimin deri tek donatorët, po edhe në fund të vitit përgatisim edhe një buletin të gjitha projekteve të realizuara gjatë gjithë vitit, do të thotë edhe të gjitha të dhënat do të thotë janë në atë buletin i grumbullojmë. Kjo me qëllim që të jemi sa më transparent edhe të gjithë ato që mendojnë të ndihmojnë apo të zgjasin dorën e ndihmës, që ajo ndihmë e tyre të arrijë në vendin e duhur, drejtohet deri tek ne që në mënyrën sa më të mirë të mundshme të realizojmë projektet tona. Dhe kjo është politike e kakmotshme organizatës dhe vazhdon me intensitet më të lartë, do të thotë sepse transparenca është një virtyt i një organizate, do të thonë mjaft i rëndësishëm, sidomos organizatave humanitare, do të thonë kur bëhet fjalë, sepse donacionet të cilat vijnë deri te organizatat duhet të kenë një adresë të caktuar, edhe ajo adresë do të jetë transparente. Ne kemi pas raste ku na u kanë kërkuar dhe qofshin nga donatorë, po qofshin edhe nga institucione se ku shkojnë donacionet, në këtë aspekt asnjëherë nuk kemi pas probleme të asaj natyre, sepse gjithçka është e dokumentuar me një forme përmes shërbimeve tona të organizatave të cilat merren me këtë çështje, edhe në këtë aspekt asnjëherë do të thotë nuk kemi pas probleme të kësaj natyre. Si mund të kontribuojnë qytetarët të cilët duan të ndihmojnë dhe ku të drejtohen ata? Ato të cilët kanë dëshirë dhe kanë mundësi fillimisht të ndihmojnë, do të thotë mund të ndihmojnë përmes zhvilluarisë të organizatës sonë,
po njëkohësisht edhe pranë zyrjeve të organizatës sonë. Shpeshherë kemi edhe donatorë të cilët na drejtojnë të zyrjet të organizatës me donacione të natyrave të ndryshme, jo vetëm mjete financiare, por edhe me artikuj ushqimor, me veshmbathje, tashpërstimin e dimit e kështu me radhë. Kemi donatorë edhe të këtij, domethënë që vini i donojnë tek ne pastaj do të thotë bëjmë shpërndarjen e tyre, po të gjithë ato të cilët kanë mundësi tash kisha bënë një apel deri tek ato sa i përket projektit të dimit të gjithë donatorët edhe ato të cilët kanë dëshirë dhe mundësi për të ndihmuar, të drejtohen pranë organizatës sonë apo përmes xhiro llogarisë të organizatës sonë, të ndihmojnë projektin e dimit, do të thotë me një farforme që të ndihmojnë këtyre familjeve, të cilët më së tepërmi kanë nevojë, sidomos gjatë stinës së dimrit. Kërkesat me të vërtetë janë të mëdha, po ne do të mundohemi me kapacitetet të cilat i kemi të i përfshijmë të gjithë ato që më së tepërmi kanë nevojë. Zotri Lika, mund të na thoni se ju e cekët përveç atyre projekteve që i keni më tani tradicionale, që gjithmonë ju dilni në krah familjeve nevojtare, çfarë parashikni për vitin e ardhshëm 2026? Se përket vitit të ardhshëm, 2026, ne për çdo vit realizojmë edhe kuvendet vjetore të organizatës, dhe në kuadër të atyre kuvendeve vjetore bëjmë prezantimin e aktiviteteve të vitit paraprak, po edhe ato që planifikojmë për vitin e ardhshëm. Se përket asaj do të thotë projektet të cilët i përmendëm, projektet e rregullta që i quajnë të organizatës sonë, që realizohen në mënyrë periodike varësisht nga periudha, do të realizohen të gjitha, por duke mos i anashkaluar ne nuk e përmendëm atë, çdoherë kemi qenë prezente edhe në projektin e quajmë emergjente, varësisht nga nevojat që shfaqen, vështrime të ndryshme tërmeti kështu me radhë, edhe në ato raste jemi angazhuar që të dalim në ndihmë atyre, edhe sa i përket këtyre projekteve çdoherë jemi munduar të ndihmojmë, sepse atëherë është edhe puna e organizatorëve humanitare, atëherë vjen edhe në shprehje kur shfaqen këto nevoja, por se i përket projekteve të rregullta ne mendojmë që të gjitha ato të cilat i përmendëm, mos i përmend edhe një herë, edhe vitin e ardhshëm do t'i realizojmë, por planifikojmë domthonë të realizojmë projekte aftësuese, sa i përket asaj, në fokusin tonë është edhe kjo, do thotë që sa më tepër të kemi projekte të kësaj natyre, mendojmë të vazhdojmë projektet në IT të cilat i kemi, projektet aftësuese në lëmi të ndryshme, do thotë i përmendë për ato kategoritë më nevojtare, për nënat e jetimëve, kemi planifikuar ndoshta të realizojmë një kurs për përgatitjen e gjërave ushqimore, për ato nëse kemi disa bisedime me disa organizata të tjera. Do të i presim në vitin e ardhshëm. Për vitin e ardhshëm shpresojmë se disa prej tyre do të realizohen. Dhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata të cilët duan të ndihmojnë, por edhe për ato familjet, ndoshta hezitojnë të mos kërkuar ndihmë tek organizata juaj? Organizata jonë do të thotë është e hapur për të gjithë dhe shpresoj se kështu do të ngelet edhe në të ardhmen, edhe të gjithë ato të cilët hezitojnë, që i përmendëm se ka ashtu raste, ne kemi nga të afërmit tonë të cilët na prezantojnë rastet dhe thotë ka nevojë, por nuk vjen të regjistrohet në organizatën tonë, por në këtë formë nuk kanë ngurojnë të bëjnë këtë. Unë i kisha ftuar që të gjitha ato të cilët kanë nevojë, me të vërtetë lirisht mund t'i drejtojnë organizatës sonë, ne me kapacitetet që kemi në dispozicion do të mundohemi të dalim në ndihmë aq sa mundemi, pa kur nuk ka nevojë të hezitohet në këtë drejtim. Mirë po, ne mundohemi edhe ti identifikojmë edhe vetë, këto që janë që kanë nevojë, por hezitojnë të vinë deri tek organizata. Ka raste kur ne vetë i ofrojmë ndihmë edhe pa u paraqitur në organizatën tonë. Mirë po, sa i përket kësaj, mendoj se ne jemi munduar çdo herë, do thotë që të gjithë ato të cilët kanë nevojë t'i ofrojmë mundësitë në mënyrë sa diskrete të paraqitur në organizatën tonë, edhe ne do që t'ju ndihmojmë apo t'ju lehtësojmë brengat e tyre aq sa kemi mundësi. Po njëkohësisht me këtë rast unë do të kisha bërë apele të gjithë ata të cilët kanë dëshirë dhe mundësi për të ndihmuar, të drejtohen pranë organizatës tonë,
me ndihmat e tyre pa marrë parasysh se çfarë natyre janë ato, apo përmes zhvilloverisë së organizatës sonë, sidomos tash për projektin e dimrit, ta përkrahim projektin e dimrit, por gjithashtu ne kemi edhe projekte të tjera, varësisht ne çdo donator kur ofrohet i paraqesim projekte të cilat i kemi edhe aty ku dëshirojnë të ndihmojnë, aty ndihmojnë. Ne kemi edhe projektin e bursave për nxënës dhe student, do thotë në kuadër të organizatës sonë të cilët e realizojmë për çdo vit, edhe në këtë rast dikush ka dëshirë të ndihmon në atë drejtim, dikush tjetër aty do thotë ku mendojnë se është më e dobishme, atje edhe mund t'i drejtojnë ndihmat e tyre. Kjo ishte apeli im, do thotë të gjithë ato që kanë mundësi dhe dëshirë, lirisht në drejtojnë pranë organizatës sonë, të drejtojnë ndihmat e tyre, e ne do të jemi ato të cilët do të mundohemi që ndihmat e tyre të arrijnë në adresën e duhur. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë dhe për gjitha informacionet, por edhe për këshilla që i dhatë për gjitha ata personat e cilët kanë nevojë dhe ku mund të drejtohen. Unë krejt në fund edhe njerë ju falenderoj juve si shtëpi informative, çdo herë jeni të kujdesshëm në këtë drejtim, do thotë edhe na jepni hapësirën për t'i prezantuar punët tona në një formë të ngjallën edhe tek të tjerët këtë dukuri, do thotë mundësinë për të ndihmuar, edhe shumë faleminderit dhe shpresojmë që ky bashkëpunim të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Ju faleminderit edhe një herë. Atëherë shikues të nderuar, shkojmë një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio.